Nga Brukseli në Asamblenë e Përgjithshme të IDC-CDI-s, Sali Berisha deklaroi se Shqipëria po përballet me një rrezik të madh nga ajo që e cilësoi narkoshtet të kryeministrit Edi Rama. Sipas kryedemokratit, vendi qeveriset nga organizata kriminale, teksa përmendi edhe zhvlerësimin e euros me 32% gjatë viteve të fundit. Shqipëria është një nga narkoshtetet më të fuqishme në botë, ajo qeveriset nga organizatat kriminale. Në Shqipëri, euro është vlerësuar me 32% gjatë 10 viteve të fundit. Ai akuzoi se kartelet shqiptare të drogës kanë shtrirë ndikimin e tyre në ekonomi dhe institucionet e vendit. Shqipëria është eksportuesja më e madhe e kanabisit në Evropë, ndërsa kartelet shqiptare të drogës janë transportuesit më të mëdhenj të kokainës. Portet tona janë tërësisht në duart e karteleve të drogës. Këto kartele në vendin tim kanë në duart e tyre të gjitha lejet e ndërtimit dhe të gjithë kontrollin mbi zonat bregdetare. Për këtë, Berisha kërkoi ngritjen e një mekanizmi të posaçëm ndërkombëtar për monitorimin e trafikut dhe ndikimit të karteleve. Organizata tona duhet të krijojë një grup të posaçëm pune për kartelet e drogës, narkoshtetet dhe trafikun. Kjo do të ishte një ndihmë shumë e madhe, sepse vende të tilla nuk janë të rrezikshme vetëm për veten e tyre, por janë të rrezikshme edhe për rajonin. Nuk la pa përmendur as protestat qytetare në shesh dhe librin The Albanian Files. Në vendin tim po zhvillohet një lëvizje shumë e fuqishme popullore. Pak ditë më parë u botua një libër i veçantë me titull Libri i Kuq, dosjet sekrete të Shqipërisë. Ky libër trajton 523 projekte të mëdha në peizazhet më të bukura të vendit, për të cilat askush nuk kishte dieni. Kryeministri konsideron vendin si çiftligun e tij, si një sultan i shekujve të kaluar që mund të vendosë për gjithçka. Propozimi për krijimin e 2 grupeve të reja pune u mirëpritur nga presidenti i IDC-CDI, i cili e cilësoi si një ide të mirë krijimin e tyre, sepse sipas tij ka shumë të ngjarë trafiku i drogës dhe kartelet që të jenë kërcënim i ri për Europën.